Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Publikohen pamjet, momenti kur Gjesti shkon me armë në ambientet e Onimës. Një video e re që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale ka rikthyer në vëmendje çështjen e shumë përfolur mes Gjestit dhe kompanisë muzikore Onima. Pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë tregojnë momentin kur reperi shfaqet pranë ambienteve ku ndodhej pronari i kompanisë, Erkan Shabani. Videoja është bërë virale në rrjet ndërsa vjen pas raportimeve për konfliktin që ka përfunduar edhe në institucionet e drejtësisë. Sipas raportimeve mediatike, Gjesti është akuzuar për kanosje dhe armbajtje pa leje, ndërsa konflikti ka lindur për shkak se, siç deklaroi këngëtari, ai nuk kishte marrë asnjë nga paratë që i takonin prej 5 vitesh rresht. Në pamjet e publikuara nuk dëgjohet audio dhe nuk mund të konfirmohet nga video e vetme se çfarë është thënë apo çfarë ka ndodhur para dhe pas momentit të filmuar. Megjithatë, publikimi i saj ka nxitur reagime të shumta mes fansave dhe ndjekësve të artistit. Ndërkohë, çështja ka vijuar të marrë vëmendje të madhe publike, teksa palët kanë mbajtur qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ngjarje.